me pasion, me kurajo, të guximshëm, të vendosur. Përreth nesh, njerëzit jetojnë plotësisht të angazhuar. Jemi dëshmitar okular se si atletët i shtyjnë kufijtë e aftësive të tyre fizike. Si përmarrësit i çojnë industritë përpara, dhe njerëzit krijues e eksplorojnë potencialin e artit dhe performancës. Jeta jetohet më mirë kur je i angazhuar plotësisht. Por po sikur të bënim të njëjtën gjë me besimin tonë, po sikur ta çonim besimin në një nivel më të lartë nga sa mendonim se mund të ishte, ne si besimtarë jetojmë jetën plotësisht të angazhuar. Jemi plotësisht të përkushtuar, tërësisht të përfshirë. Edhe vetë do të abiteshit nga ta që mund të bëheni përmes fuqisë së Perëndisë. Ju jeni të pakufishëm dhe jeni plotësisht të angazhuar. Po ju lëm me mikpritësin tuaj, doktor David Jeremia. Duke parë gjendjen e botës sot, mund të na duket e arsyeshme që të mbyllim derën, të mbyllim perdet dhe të presim që Jezusi të rikthehet. Sepse duhet kuptoni që jeta duket më e paparashikueshme çdo ditë. Dhe kështu është. Në fakt, mbreti Salomon e thot këtë. Ai thot jeta është e pasigurt, është e shkurtër dhe është e mistershme. Dhe mbase ai gjithashtu duhet thoshte edhe mësohuni me këtë. Ideja e Salomonit është se ne nuk duhet ta lejojmë botën që të na ndalojë të jetojmë plotësisht të përkushtuar ndaj Perëndisë. Në vend që të jetojmë pas dyerve të mbyllura, Jezusi na thret që të angazhohemi me jetën, që ta përfaqësojmë atë me guxim derisa ai të rikthehet. Ne do të studiojmë fjalët e Salomonit në mesazhin e sotëm me titull Plotësisht të angazhuar me jetën. Ne do të zbulojmë arsyet e Biblës për të jetuar një jetë plot pasion, të angazhuar dhe me përkushtim pa asnjë frikë tjetër përveç frikës së Zotit. Ndaj më ndiqni sot në këtë program shumë të veçantë të Moment Vendimtar. Kapitujt 11 dhe 12 të Predikuesit. Salomoni na komunikon dhe na thot përfundimin e gjithë ligjëratës. Me fjalë të tjera, ai e ka ndërmarrë këtë udhtim, ai ka qenë në këtë rrugtim, duke e nisur me Perëndin, u largua nga Perëndia, u rikthye te Perëndia, duke u përpjekur të kuptojë nëse ka jetë pa Perëndin dhe arrin në fund të gjithçkaje, në kapitujt 11 dhe 12, dhe bën raportin e tij përfundimtar. Dhe duke bërë këtë, ai na jep 4 parime të jetës, që mendoj se janë jashtëzakonisht me vend për gjendjen ku ndodhemi tani në jetën dhe kulturën tonë. Gjëja e parë që ai thotë është se një jetë me angazhim të plot është me pasiguri. Prandaj, përvetësojeni atë. Në 6 vargjet e para të Predikuesit 11, Salomoni thot 4 herë se jeta është me pasiguri. Sa prej jush mendojnë se jeta ka pasiguri sot? E po dëgjoni këto fjalë nga Predikuesi 11, vargu 2. Ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi tokë. Vargu 5, ti nuk e njeh rrugën e erës. Sërish vargu 5, ti nuk e njeh veprën e Perëndisë që bën gjithçka. Dhe vargu 6, ti nuk e di se cili nga të dy do të dalë më mirë. Salomoni po thot se kur kalojmë një periudhë kohore dhe vetë jeta, vetë bota është e pasigurt, tundimi na shtyn që ne të paralizohemi. Me fjalë të tjera, çdo gjë është kaq e pasigurt, prandaj nuk do të bëj asgjë dhe unë. Pasiguria prodhon paralizim nëse nuk kemi dëgjuar nga Perëndia. Dhe në këtë paragraf, ku ai vendos themelet e pasigurisë, ai na inkurajon që të bëjmë disa gjëra, si për shembull, ai na thotë që të jemi të larmishëm në investimet tona. Tani duket e çuditshme që këtë të na e thot Bibla, por më lejoni që t'ju vërtetoj nëse mundem. Salomoni është një nga njerëzit më të pasur të historisë dhe mençuria e tij legjendare përfshinte edhe menaxhimin e parave. Në fakt, mendoj se disa nga parimet më të mëdha për menaxhimin e parave gjenden te fjalët e urta dhe te Predikuesi. Edhe në ditët e sotme, disa nga këshillat më të mira financiare që ekzistojnë gjenden në librin e fjalëve të urta. Prandaj këtu në këtë pasazh të Predikuesit ne shohim progresin e strategjisë shumë të lavdëruar për larmishmërinë financiare. Në vargun 1 të Predikuesit 11, Salomoni thot: "Hidh bukën tënde mbi ujërat,
sepse pas shumë kohe do ta gjesh përsëri. Tani ky është një nga vargjet më të cituara të gjithë këtij libri, por çfarë kuptimi mund të ketë ky varg? Në kohën e Salomonit, tregtarët i ngarkonin anijet e tyre me grur dhe mallra të tjera dhe i dërgonin për të bërë tregti me kombe të tjera. Ata shpresonin se anijet do të riktheheshin me më shumë mallra dhe me më shumë vlerë sesa kur ishin nisur. Kjo ishte hedhja e bukës mbi ujëra. Vini re që fjala ujëra është në shumës, që tregon mençurinë për të mos ta dërguar gjithë grurin në një anije apo në një drejtim, por shpërndajeni investimin tuaj në mënyrë që nëse një anije nuk është e suksesshme, të jenë të tjerat. Në fakt, a i shkon deri aty sa na rekomandon që ta shpërndajmë duke përdorur 7 ose 8 vende të ndryshme. Në vargun 2 a i thot, jepu pjesë 7 madje edhe 8 vetave, sepse ti nuk e di se çfarë fatkeqësie mund të ndodhë mbi tokë. Kjo është këshilla e Perëndis në lidhje me investimet tona financiare. Shpërndajeni ato, sepse jeta ka pasiguri. Përqafojeni pasigurinë dhe përdorni një strategji për të përballur me të. Pastaj na thot, këshillën e dytë, jini të zellshëm në angazhimet tuaja. Në rast se ret janë plot me shi, e derdhin mbi tokë, dhe në rast se një dru bie në jug apo në veri, ai mbetet aty ku bie. Kush e ka mendjen te era nuk ka për të mbjell, dhe kush rrie shikon ret nuk ka për të korrur. Ashtu si ti nuk e nje rrugën e erës dhe mënyrën si formohen kockat në barkun e gruas me barr, kështu ti nuk e nje veprën e Perëndis që bën gjithçka. Tani ajo që Salomoni po na thotë është se ne nuk e dim se nga do të fryjë era, se ku do të bjerë shiu, nëse koha do të jetë me diell apo me re, se kur bie një pemë dhe kur do të bjerë ajo, në cilin drejtim do të bjerë. Ne nuk e kuptojmë se si një fëmijë rritet në barkun e nënës së tij. Të gjitha këto janë pasiguri të jetës, por ne nuk duhet i lejojmë këto pasiguri që të na gjymtojnë dhe të na çojnë në një gjendje paralize. Vargu 6. Mbille farën tënde në mëngjes, dhe në mbrëmje mos lër dorën tënde të pushoj, sepse ti nuk e di se cili nga të dy do të dalë më mirë, ky apo ai, apo do të jenë të mirë që të dy. Fraza mos e lër dorën tënde të pushoj është thelbësore. Salomoni thot, lërani rezultatin, qofti suksesshëm apo dështim, në duart e Perëndis, por mos qëndroni në vend, duke pritur kohë më të mira, bëni diçka tani, aty ku ju jeni. Më shumë se 200 vjet më parë, dhoma e përfaqësuesve në Connecticut ishte mbledhur gjatë një dite pranvere plot me diell. Papritur qielli u bë zi dhe ogurzi. Dhe përfaqësuesit filluan të alarmoheshin ndërsa shikonin të hutuar nga dritaret. Sigurisht kjo ndodhi në një kohë kur nuk e kishin shkencën për të parashikuar eklipsin diellor, por pikërisht kjo po ndodhte. Askush nuk mund ta priste apo të kuptonte shtrojën e errësirës që kishte mbuluar menjëherë tokën. Prandaj të gjithë përfaqësuesit filluan të bërtisnin, le ta mbyllim, të largohemi nga kjo sallë për në shtëpitë tona dhe me rregull. Disa ligjvënës menduan se kishte ardhur ardhja e dytë e Krishtit. Por kryetari i dhomës, një besimtar i përkushtuar, u ngrit për të folur. Ai me butësi e pranoi se dhoma ishte trazuar nga errësira dhe disa ishin të friksuar. Por dita e Zotit ose po vjen ose jo, tha ai. Nëse nuk po vjen, nuk ka arsye për ta mbyllur. Dhe nëse Zoti po rikthehet, unë i pari zgjedh që të më gjej duke bërë detyrën time. Prandaj sillni disa që rinj këtu dhe le t'i kthehemi punës. Në këto ditë pa sigurie, nuk mund të kërkojmë shteg më të mirë. Ndërsa errësira bie, është sigurt që drita do ta mposhtë atë. Prandaj ja gjëja e parë që duhet mësojmë nga këta 2 kapitujt e fundit përmbyllës së mençurisë së Salomonit. Më dëgjoni pak tani. Një jetë me angazhim të plot është e pasigurt, prandaj përvetsojeni pasigurinë dhe bëni punën që Perëndia ju ka thirrur të bëni. Numri 2, një jetë me angazhim të plot është e shkurtër. Prandaj shijojeni atë. Tani më duhet ju them se kur e studiova predikuesit, më pëlqeu studimi. Dikush ka thënë se është një gjurmë me ungjillit në 10-ën e vjetër, që na tregon se si është jeta kur Perëndia nuk është pjesë e saj dhe na ndihmon të kuptojmë se si ta gjejmë Perëndin.
Por një nga gjërat më të mrekullueshme për këtë libër është fakti se në 11 raste Salomoni bën deklaratën që si njerëz në këtë tokë ne jemi krijuar për ta shijuar jetën. Thuajeni bashkë me mua, ne jemi krijuar për ta shijuar jetën. Tani kjo është paksa surprizë për disa të krishterë që njohim unë dhe ju, të cilët mendojnë se jeta është thjesht të jesh i trishtuar deri në fund dhe pastaj të vdesësh. Dhe të qëndrosh pranë tyre është vërtet rënuese. Nuk ka shkak për këtë, sepse Biblia thotë se Perëndia na krijoi për ta shijuar jetën, për ta shijuar botën në të cilën ne jetojmë. Për shembull, nëse i studiojmë këto vargje, do të zbulojmë të gjitha ato parime se si mund ta shijojmë jetën së pari. Në vargjet 7 dhe 8 na thuhet që ta përjetojmë plotësisht çdo ditë. Ai thotë drita është e ëmbël dhe është diçka e këndshme për sytë që shohin diellin. Edhe kur një njeri të jetojë shumë vjet, le të gëzojë të gjitha, por le të mendojë edhe për ditët e territ që do të jenë të shumta, të gjitha ato që do të ndodhin janë kotësi. Ajo që Salomoni po thotë është se nuk e dim se sa gjatë do të jetojmë, prandaj duhet të shijojmë çdo ditë me çdo gjë që ne kemi. Tani po ju them një përkthim dhe parafrazim tjetër të këtyre vargjeve. Drita është e ëmbël dhe syve u bën mirë ta shohim diellin. Edhe nëse njeriu jeton shumë vite, le t'i gëzojë të gjitha, por të kujtoj vitet e errëta që do të jenë të shumta se gjithçka ndodh është tymnaj. Salomoni po thotë, Perëndia do që ju të shijoni çdo ditë. Sa e mrekullueshme është që të shijojmë çdo ditë. Kur e munda kancerin para disa vitesh, mjeku onkolog më tha kur të kthehesh në San Diego, doktor Jeremia, dielli do të jetë më i shndritshëm. Deti do të jetë më blu, bari do të jetë më i gjelbër nga sa ka qenë gjithë jetën tënde deri tani. Nuk e kuptova se për çfarë kishte fjalën derisa u ktheva në shtëpi. Dhe kuptova se sa e lehtë është që ne të marrim si të mirëqen bukurinë që Perëndia ka krijuar pranë nesh dhe gëzimin për të zgjuar çdo ditë në këtë botë të bukur ku ne jetojmë. Kit Leclerc ka qenë një nga mund të duartrokisnin për këtë. Keith Leclerc ka qenë një nga yjet më të rinj dhe më të shkëlqyer të bejsbollit. Kur ishte 25 vjeç, ai hoqi dorë nga loja dhe filloi punë si trajner. Ai nxorri kampion shumë universitete. Dhe pastaj papritur karriera e tij pati një ndalim dramatik. Ai u diagnostikua me ALS, që njihet si sëmundje e Lou Gehrigut. Dhe ai shkroi këtë deklaratë të shkurtër. Para jo shumë kohësh, bejsbolli më merrte 365 ditë të jetës në vit. Dhe pastaj i dhash profesionit të trajnerit çdo gjë që kisha deri pas sezonit të vitit 2002, kur doktori më tha, më vjen shumë keq, por vuan nga ALS dhe nuk mund bëj dot asgjë për të të ndihmuar. Krejt papritur, bejsbolli dukej se nuk kishte dhe aq shumë rëndësi për mua. Mendimet e mia ishin të përqendruara te Perëndia dhe te familja. Kur ne e kuptojmë se nuk kemi shumë kohë për ta shijuar jetën, gjejmë mënyrën për ta shijuar atë. Dhe Salomoni po thotë, mos prisni deri atëherë. E dini, ngrihuni çdo ditë dhe shikoni botën në cilën jetoni dhe thoni faleminderit Zot për këtë ditë të re, faleminderit për dritën, faleminderit për ajrin që marr. Përjetoni plotësisht çdo ditë. Kur ju jetoni në pasiguri, kështu duhet jetuar jeta. Çdo ditë është një dhuratë dhe ju e shijoni atë. Dhe pastaj vazhdon dhe në vargu 90 na thotë: shijojeni plotësisht rinin. Një nga temat kryesore të librit Salomonit është që ne duhet ta shijojmë jetën. Në vargun 24 të kapitullit 2 ai na thotë: për njeriu nuk ka gjë më të mirë se sa të hajë, të pijë dhe të gëzohet në mundin e tij. Vargu 26 i kapitullit 2, sepse Perëndia i jep njeriu që i pëlqen dituri, njohje dhe gëzim. Kapitulli 8, vargu 15, kështu lëvdova haren. Në kapitullin 9, vargu 9, gëzoje jetën me gruan që do. Tani ja ku jemi në kapitullin 11 dhe këtu ai u flet specifikisht të rinjve. Gëzohu pra o i ri në rinin tënde, le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë sate. Ndiqe dhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu. Por dije që për gjitha këto Perëndia do të thras në gjyq, elimino nga zemra jote trishtimin dhe largo nga trupi yt dhembjen, sepse rinia dhe mituria janë kotësi. Ja ç'po thot Salomoni: shijojeni rinin tuaj, por kujtoni
se ka një kufi. Mos bëni asgjë që ta prish atë që e dini se Perëndia do që të bëni, por mes këtyre kufive ka shumë gjëra që mund të bëni. Dhe do doja që t'ju jepja disa shembuj se si jam argëtuar me fëmijët dhe me niprit e mi, por nuk dua që të ndjeni në turp për pastorin tuaj, prandaj nuk do ta bëj këtë. Dhe pastaj në vargjet 1 dhe 2 kapitulli 12 na thot: shpreheni besimin tuaj me mençuri. Por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisë sate, para se të vinë ditët e këqija, dhe të arrin vitet për cilat ka për të thënë, nuk gjej asnjë kënaqësi në to. 2 herë në kapitullin e fundit, Salomoni i këshillon lexuesit e tij që të kujtojnë krijuesin e tyre në ditët e rinisë së tyre. Dhe ai do që ne të dimë se ndërsa ne argëtohemi, teksa rritemi, në këtë paket duhet të përfshijmë edhe një marrëdhënie me Perëndin që duhet ta marrim seriozisht. Kur po mësoja mbi rrezimin, ju kam përmendur se gjithë lëvizjet e mëdha të rrezimit në vendin ton kanë përfshirë të rinj. Në fakt ato janë krijuar nga fëmijët. Dhe fëmijët mund ta duan Perëndin në mënyra që ne nuk e kuptojmë dhe ata kanë një besim të pabesueshëm. Dikush më ka thënë një herë se një fëmijë i vogël qëndron në fund të një shkallaje që lëviz dhe duke u mahnitur nga ajo, përfituron se si ajo funksionon. Dhe që nga ajo kohë ai beson se çdo gjë është e mundur. Dhe të rinjt i besojnë Perëndis për gjëra të cilat ne hasim vështirësi. Një nga arsyet për të qenë të sinqert dhe pragmatik për këtë është se nëse e katranosin, ata kanë një mundësi për ta rregulluar. Sa më shumë që plakesh, aq më pak mundësi ke për ta bërë këtë. Sa më shumë që plakesh, kupton që nëse nuk merr vendimin e dur, kjo ka për të ndikuar përgjithmonë. Por fëmijët marrin vendime dhe e kuptojnë se janë në një proces të mësuar dhe rriten, dhe ata bëhen të pjekur gjatë këtij procesi. Prandaj, përjetoni plotësisht çdo ditë, shijojeni plotësisht rinin tuaj dhe shprehni besimin me mençuri. Dhe pastaj kemi të fundit, edhe kjo është diçka për të cilën duhet të uleni drejt, është njësoj sikur të marrësh ilaçet. Mirë? Përqafojeni plakjen tuaj me falënderim. Për ata këtu që nuk janë më të rinj, Salomoni thot se duhet që ta përqafojmë plakjen me falënderim. Përshkrimi i plakjes në librin e Predikuesit më kujton një çift nga Florida për cilët kam lexuar se donin që të martoheshin. Jacobi ishte 92 vjeç, kurse Rebeka ishte 89. Dhe ndërsa diskutonin për martesën e tyre, kaluan afër një farmacie dhe Jacobi sugjeroi që të futeshin. Duke ju drejtuar farmacistit, Jacobi thot: "Ne po martohemi, keni ilaçe për zemrën?" "Po sigurisht i kemi," ja ktheu farmacisti. "Po ilaçe për tensionin?" "Po, të gjitha llojet." "Ilaçe për reumatizmën dhe skoliozën?" "Po." "Ilaçe për problemet me kujtesën, artritin dhe për verdhën?" "Padyshim." "Një shumëllojshmëri të madhe, çfarë do që të ketë thënë doktori?" "Po vitamina, hape gjumje dhe hekur?" "Padyshim." "Po karrike me rrota dhe bastun, të çdo lloj shpejtësie dhe përmase." "Mrekulli," tha Jacobi, "do t'ua sugjeroj miqve farmacin për dhuratat e dasmës." Predikuesi 12 thot: "Dhe pluri t'i kthehet tokës siç ishte më parë, dhe fryma t'i kthehet Perëndis që e ka dhënë." Çfarë pasazhi i mrekullueshëm doktrinal nga dhjata e vjetër. Çfarë ndodh kur një njeri vdes? Dëgjoni. Ne kthehemi në pluhur dhe fryma jon rikthehet te Perëndia që na e ka dhënë që në fillim. Kjo është vdekja. I strukur në këtë libër të dhjatës vjetër gjendet një nga përkufizimet më të mëdha të asaj që ndodh me njeriu kur vdes. Trupi i njeriut kthehet në pluhur, ai varroset në një varr dhe fryma e tij shkon te Perëndia, duke pritur ditën e ringjalljes dhe të shpengimit. Numri 3 në listën tonë të gjërave që duhet të mësojmë nga mençuria e Salomonit është numri 1, një jetë me angazhim të plotë është plot pasiguri, prandaj përvetsojeni atë. Një jetë me angazhim të plotë është e shkurtër, prandaj shijojeni atë. Dhe numri 3, një jetë me angazhim të plotë është e mistershme, prandaj hetojeni atë. Salomoni na thot se mençuria vjen përmes udhëzimeve, perceptimit dhe frymëzimit. Në vargun 9, ai na thot se predikuesi Salomoni, përveç se ka qenë një urt, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka rënditur një numër të madh fjalësh të urta. E dini, Biblia na thot se është e dobishme për ne që t'i lexojmë fjalët e urta, sepse ato sjellin mençuri. Salomoni shkroi shumë fjalë të urta. Jo të gjitha ato janë në Bibël,
por ato që Perëndia i donte në Bibël janë aty të përfshira dhe ato janë ndërtuar në 31 kapituj. Pra shumë nga njerëzit e biznesit që unë njoh më kanë thënë se i lexojnë fjalët e urta për çdo muaj, një kapitull të fjalëve të urta për çdo ditë. Në fakt, ne kemi krijuar një devocion të shkurtër, një devocion me kapak lëkure, që ju a bën të mundur këtë, që të lexoni 5 psalme dhe një kapitull nga fjalët e urta sot, dhe mund ta bëni këtë gjatë gjithë muajit. Dhe ata më kanë thënë se më shumë se gjithë librat e biznesit që kanë lexuar dhe librat motivues apo librat strategjik që kanë lexuar, kanë zbuluar se Bibla i ka mbushur me mençuri dhe njohuri për t'i ndihmuar në detyrat e tyre. Nëse shkoni në librin e fjalëve të urta, ja se si ai hapet. Qëllimi i këtyre fjalëve të urta është për të njohur diturinë dhe për të mësuar gjykimet e mençura. Nëse nuk i keni lexuar kurrë fjalët e urta, sidomos nëse jeni në botën e biznesit, ju rekomandoj që ta bëni këtë pjesë të rutinës së përditshme. Mençuria vjen përmes udhëzimeve dhe perceptimit. Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta. Me fjalë të tjera, Salomoni kërkonte që të fliste fjalë mençurie që ishin të rejse, të lehta për t'u përvetësuar dhe gati për t'u kuptuar. Dhe pastaj na thot, mençuria vjen përmes frymëzimit, vargu 11 dhe 12. Fjalët e të urdhve janë si osten, dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur janë si gozhda të ngulura mirë, ato jepen nga një bari i vetëm. Tani duhet ta kuptoni me kujdes këtë shprehje. Ai tha fjalët e Biblës janë si osten. A e dini se çfarë është një osten? Është një shkop i gjatë me një fund me maj, që barinjt e përdorin për t'i bërë delet që të shkojnë në drejtimin e duhur, apo gjedhët në drejtimin e duhur dhe për t'i mbajtur ato bashk. Nëse fillojnë të shkojnë në drejtimin e gabuar, i shpojnë me osten. Shpesh përdoret për qetë dhe gomerët. Shpesher Bibla na drejton me osten. A jeni drejtuar ndonjëherë me osten nga Bibla? Po bëni disa gjëra, po shkoni në një drejtim dhe po përpiqeni të zbuloni ç'të bëni kur papritur lexoni këtë pasazh në Bibël dhe ju duket sikur Perëndia ju ka lexuar postën. Dhe ju drejton me osten dhe ju nxit, ndonjëherë na thumbon dhe pastaj themi çfarë po ndodh këtu. Dhe fillojmë të shqyrtojmë gjëra dhe ndihemi falënderues që po lexonim këtë libër atë ditë, që po lexonim shkrimin atë ditë, sepse Perëndia na ndihmoi të mësonim ç'të bënim, ai na drejtoi në drejtimin e duhur. Dhe pastaj Salomoni thotë se ndonjëherë kur lexojmë Biblën na duket si gozhd që ngulen në një dras. Përfituroni gozhd që ngulen në një dras dhe që dalin nga ana tjetër. Kur ne lexojmë Biblën, zbulojmë gjërat të cilat besojmë vërtet, gjëra që janë vërtet rëndësishme për ne, dhe që është si të ngulësh një gozhd në një dras dhe nuk ka shumë rëndësi se sa të vështirë e kemi në jetë. Ajo gozhd nuk mund shkulet kurrë sepse është një gozhd e ngulur mirë për shkak të shkrimit. Pas gjithë këtyre viteve që e kam studiuar, kam shkruar për këtë, e kam mësuar, e di që nuk ka libër tjetër si ky. Për atë që ndjek Krishtin, ky libër nuk ka një të dytë. Një jetë me një angazhim të plot ka pasiguri dhe duhet ta përvetësojmë. Është e shkurtër, duhet ta shijojmë, është e mistershme, duhet ta hetojmë. Dhe pastaj së fundmi, një jetë me angazhim të plot është e mbushur me bindje dhe ne duhet ta shprehim atë. Të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës. Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhrimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut. Doni që ta përmblidhni me një fjali se si të keni një jetë të shkëlqyer, ja se cila është. Kini frikën e Perëndisë dhe bëni atë që ju thot ai. Dhe do të keni një jetë të mbushur plot me gëzim, lumturi dhe kuptim. Kjo formulë është e pashkatërrueshme. Nuk më intereson se ku shkoni apo se kë dëgjoni. Mënyra më e mirë për ta shijuar jetën është që të keni frikë Perëndin dhe të zbatoni urdhrimet e tij. Këto nuk janë 10 urdhrimet, janë thënjet e Zotit, Bibla. Dhe kjo nuk do të thotë që të keni frikë nga Perëndia, edhe pse duhet kemi një ndjesi frike duke patur frikë Perëndin. Por në fakt kjo shprehje do të thotë që të kemi një nderim absolut për Perëndin. Të kemi një respekt absolut për Perëndin, për madhështinë e tij, të lartësojmë atë, kur të mos e nënvlerësojmë emrin e tij, kur të mos bëjmë diçka që e njollosë reputacionin e Perëndis, por që të besojmë se Perëndia është gjithçka në gjithçka dhe gjëja më e rëndësishme që dim për botën është se Perëndia është dhe ta kemi frikë dhe ta respektojmë atë. Zonja dhe zotrinj, frika e Perëndis po humbet në kulturën e sotme.
Perëndia po refuzohet, po lihet mënjan, po përjashtohet nga çdo gjë, por ne që e dim se kush është ai, ne që jemi besimtar, ne që jemi ndjekës të Krishtit, ne duam privilegjin e një jete që është kuptim plot. Dhe kjo fillon duke patur qëndrimin e dur ndaj krijuesit ton dhe duke patur frikë atë. Dhe pastaj Bibla thot: zbatojini urdhrimet e tij dhe bëni atë që ju thot. Dhe e dini, kjo duket si diçka, mos, kjo duket si punë e rëndë. Jo, shumica e tyre që thot Perëndia, ai po ju thot të bëni gjëra që do t'i shijoni dhe do t'ju ndihmoj ta shijoni jetën siç po e diskutonim. Perëndia do t'ju thot të qëndroni larg disa rrugëve të cilat doni të shkoni, dhe pasi të arrini aty ku po shkoni, kur të ktheni kokën pas, do t'jeni të lumtur që nuk e morët atë rrugë, sepse do t'ishit në të lashe. Bibla na thot se fjala e Perëndis është e mbushur me udhëzime për besimtarin. Dhe kështu mund të kemi një jetë me kuptim. Në vitin 1866, D.L. Moody, ungjilltari i madh i atij brezi, po zhvillonte një sër takimesh në Massachusetts. Dhe me të ishte një muzikant që quhej Daniel B. Towner. Towneri ishte drejtuesi i departamentit muzikës në Institutin Biblik Moody në Chicago. Dhe ndërsa po i zhvillonin në këto takime, një djalë i ri dha dëshminë e tij, ku përfshiu edhe një shprehje. Ai tha: nuk jam dhe shumë i sigurt, por unë do të besoj dhe do të bindem. Zoti Towner i mbajti shënim këto fjalë në pjesën e pasme të një zarfi, u prek shumë nga kjo shprehje dhe ja dërgoi një miku të tij dhe që të dy bashk shkruan një himn shumë të dashur. Më kujtohet që e këndoja kur kam qenë i vogël, si shumica prej jush. Beso dhe bindu. Ja dhe fjalët e kësaj kënge. Kur ne ecim me Zotin në dritën e fjalës së tij, në rrugën tonë derdha ai shumë lavdi. Ndërsa bëjmë vullnetin e mirë të tij, ai në ne qëndron, në ne rri, dhe me të gjithë ata që besojnë dhe binden atij. Ja dhe refreni: besim dhe bindje, sepse tjetër s'ka zgjidhje. Me Jezusin në gëzim, duhet veç bindje dhe besim. Salomoni thot se ai dëshiron të jemi të lumtur në besimin ton dhe me Jezusin, dhe kur vjen në fund pas gjithë këtyre parimeve, ai e filtron gjithçka në këtë parim, ki frik nga Perëndia dhe respekto urdhrimet e tij. Besim dhe bindje, sepse tjetër s'ka zgjidhje, me Jezusin në gëzim. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.